Mirë, është momenti që të nisë bisedën me Danielin, cilin e kam në studio. Mirë se vjen, Daniel Bërdeta, është banori Gojanit Vogël në Puk, apo jo? Po. Si është njëherë Gojani Vogël? Si kam gjitha ta njerëzit e zonës? Të gjithë mirë, Gojani Vogël, si që din dhe ti, besoj që jenë nga ndjeni që është një zonë pyjore, rrëthomi nga malet, e gjithë territori Pukës rrëthot nga malet, dhe në përgjithësi ka shumë pyje aty. Dhe detyrimisht me pasjen e pyjeve ka dhe ka shtegra, që kanë qenë gjithmonë prezente, por... Nuk ishte një në pritshmëri që mund të kishte patur kaq shumë banor të rinë të shtuar tashmë atë? Vitet e fundit kemi arritur që të shikojmë vetëm tufat e vogla, deri në 6 derat e egër, ose arrin të murëm deri 2 deri në 3 individ, por jo nuk kemi arritur që të kapim pamje filmike, apo të shikojmë dhe vetë banor të zonë që të shikojnë ndonjë tufë kaq të madhe dhe në gjeni nga shmi. Për banor që mund të ishin Gojan. Në fakt, kete drejtë dhe banorët kanë lëvizur shumë si në gjithë pjesën tjetër. Këto pamje të cilat janë ndarë, para njërë që ke marrë me vete? Unë sot kam sjell kamerën kurs. Kjo është kamera që ka kapur dhe video dhe fotot e derave të egër. Dhe shumë kafshëve tjera të egër. Tani, kjo ka qenë pamje? Po, këto janë pamjet. Ajo zonë, sa nëse është numëruar apo jo, sa krerë të derave të egër ka patur? Apo ka qenë në zhdukje? Deri e egër ka qenë gjithmonë prezent në zonë. Ka qenë gjithmonë prezent? Gjithmonë ka qenë prezent. Por me individ... Nuk ka patur probleme? Nuk ka patur probleme. Individet kanë qenë në tufat... Plasë shtimin e tyre? Jo, nuk ka patur probleme. Deri është një kafshë që shtohet shumë shpejt. Përsa i përket numrit të derave, diçka pa zakon në vendin tonë. Shikon një tufë kaq e madhe. Në këtë zonë ka patur gjithmonë? Ka patur gjithmonë, por jo në një numër kaq të madh. Do të tufat e derave janë gjithmonë prezente në zonën e Pukës, mund të jenë deri në 6 deri në 19 individ, por jo më shumë. Kjo është zakonisht ajo që ndodh në Shqipëri, në vendin tonë. Ti vetë je edhe jeton? Po, aty jetoj. Jeton aty. E ke pasion këtë pjesë, apo? Në fakt jam student për inxhinieri pyjore dhe është dhe pasion. Edhe pasion. Pjesa me dërimit kafshëve, unë i vëzhgoj si pjesë pasionit, domethënë që të kuptoj se si po shkon dhe curia ndikimit e ngrohjes globale dhe gjitha me radhë. Sa mirë, shumë e bukur. Ti vetë kishe parë ndonjëherë me sy të lirë flas, pa isje. Derë të egër në... Po, kisha parë individ deri në 2-3 copë. 2-3 individ, kam parë dhe dhinë e egër. Janë agresiv? Jo, nuk përbëjnë rrezik për njeriu, mundohen që mos përballen me njeriu, pasi nuhatja atyre është tepër e fuqishme dhe arrin që ta nuhasin aromën e njeriu dhe largohen, ndryshojnë devim. Sa interesante. Më thej që ka patur arin të murë, kemi dhe dhinë e egër prezente dhe ka prollin, po. Edhe dhia e egër është mbrojtur, është specia endemike dhia e egër, apo? Po, edhe dhia e egër është specia endemike, shumë e rrallë, shqivet me individ tepër të rrallë. Mund shihet një herë në... është interesante? është tepër interesante, largohet shumë shpejt, ka një kërcim tepër të bukur, dhe më thënë bën kërcimet shumë të mëdha, dhe largohet shumë shpejt, është e pamundur që të kapësh pamje filmike të dhisë e egër, vetëm në rast që mund t'i kapish manë të kamerës kurth. Ka njerëz të cilët vinë ndoshta edhe për t'i parë nga afër këto specie? Vinë pikërisht pa dyshim, turistat në Pukë janë shumë, edhe ka pasur edhe pamje filmike që janë kapur dhe nga turistat, që janë publikuar dhe në rrjetet sociale të tyre. Po, edhe pjesa turistëve dhe banorët e zonës i kanë shikuar gjatë gjithë kohës, dhe më thënë. Janë gjithmonë prezent kafshët e egra. Gjuhët i ka? Për fat mirë nuk ka. Nuk ka. Pra respektohet. Respektohet. Gjitha pjesa malore aty e kurorës së zonës, është mbrojtur nga banorët e fshatit kryesisht, por dhe inxhinierët e pyjeve dhe policia ka bërë mundër që moratoriumi të jetë i zbatushëm jetë gjithmonë i zbatushëm. Pse për ty ishte emocionuese shpërndarja e kaq shumë krerëve të derave të egër? Në fakt unë vendosa, pasi kam dhe shumë pamje tjera filmike të individëve. Kam ariu në murmë, dhinë e egër. Kjo është ariu i murmë. momenti që ti ke kapur ariun e murmë. Siç duket edhe nga pamjet,
Ariu duket goxha në mosh, paktën 12 vjeçar duhet të jetë. Sa? Rreth 12 vjeçar. 12 vjeçar, nga e dallon ti? Nëse shikojmë pjesën e këmbës së Ariut, dallohet që çimet i ka shumë të gjata, që do të thotë që është në moshë, por mosha eksakte nuk mund ta përcaktojmë. Interesante. Është parafërsisht. Pra mosha e Ariut dallohet tek çimet e Po, mund ta dallojmë nga çimet edhe nga pjesa e gjymtyrëve, në pamjet parë gjithmonë, nga pjesa e gjymtyrëve, pse nga pjesa e gjymtyrëve? Që duket shumë i madh në pjesën e gjymtyrëve, dallohet që Mua për thënë vërtetë më bëri më duk pak i dobët. në fakt jo, nuk është i dobët. Nuk është i dobët. Nuk është i dobët, është gjendje shumë mirë. Në një moment Pasi mund besoj që Ariu në foto duhet jetë mashkull, dhe pjesa e arinjve meshkull janë gjithmonë nuk ka qenë shumë të shëndosh, domethënë, nuk janë të mbushur. Sa interesante. Hera e parë ka qenë apo e ke kapur edhe herë tjetër? Me foto, e kam kapur edhe herë tjera, por jo fotot e pastra që të kaloj pikërisht afër kamerës. Po me sy të lirë? Me sy të lirë, po. E ke parë? Po, edhe gjatë natës. E ke patur ndonjëherë afër? Jo, afër jo. Afër jo, sepse është i rrezikshëm, nga momenti moment mund të... është i rrezikshëm. Por, gjithsesi, unë kam takuar njerëz të cilët e kanë patur, pra, e kanë patur afër, i ka kaluar afër Ariu. Zakonisht nuk është që bëhet agresiv, edhe nëse ke afër, vetëm në rastet e vendmbrojtjes mund të bëhet agresiv. Histori të treguara ndoshta në fshat nga njerëz të cilët i ka sulmuar Ariu. Zakonisht i evitojnë përballjet me kafshët e egra dhe banorët e fshatit. Mirë, se gjithsesi thonë që nuk është agresiv aq shumë ndonjëherë. Jo, nuk është agresiv. Pra nëse ti ruan qetësinë edhe po ta marrësh gjitha kafshët e egra në përgjithësi nuk janë agresive në momentin e parë, vetëm në rast vetmbrojtje ose nëse ti ngacmon mund të bëhen agresive. Tjetër çfarë ke në atë hard diskun tënd të Në videove? fakt kemi edhe tufa me 10 egra që në kapra aty. Po. Me pamjet filmike. Kemi dhe një rast tepër të veçantë që një pjesë e dhive të një kopeje të një banorit fshatit aty është bashkuar me 10 egra dhe po bashkëjetojnë bashkë, shikohen nga larg, nuk kemi arritur të kapim pamje filmike. Pra 10 buta me me 10 egra janë bërë bashkë. Janë bërë bashkë dhe bashkëjetojnë bashkë. Domethënë i shikon në tufë bashkë, mund t'i shikosh nga larg, por që jetojnë bashkë. Nuk kemi arritur të kapim akoma pamje filmike. Ideja e kamerave kurth ka qenë, ideja që kanë vendos kamerat kurth është një iniciativë personale dhe i kanë vendos për Recibullin e Ballkanit, në fakt. Pasi unë besoj fort që Recibulli e Ballkanit ndodhet edhe në pjesën e malit të Tërbunit dhe po patjetër që është real. Në malin e Monellës prej vitesh ne dim që Recibulli e Ballkanit ndodhet, është një banor i përhershëm aty. Banorët e zonës tregojnë që ja kanë Kam dëgjuar në Shebenikja Blanic. Po, kote e fundit edhe në Shebenikja Blanic ka pasur 2 apo 3 individ. Në Monell nuk e dia. Në malin e Monellës që për vitit 2021 kemi pamje filmike të Recibullit të Ballkanit. Mendojmë është endemike dhe ka shumë pak... Po, është shumë endemik dhe në Ballkan jemi vetë një vend që të paktën në vendin tonë, jemi vetë një vend që kemi një grup prej 5 individesh. 5 individë? Rreth 5 individesh, kështu mendohet. Pasi është tepër vështirë që ta kuptosh nëse është i njëjti që ke kapur në foto, apo mund t'jetë pasi kur dalë për gjuhëti nuk janë gjithë bashkë. Kjo është strategjia që përdorin për gjuhëti. Nuk kemi informacione nëse ka një shtim të tyre, pra në gjithë këto vite që nuk është gjuhëtur apo ngacmuar apo vështirësi? Në fakt po bëhet edhe një iniciativë që po e mbikëqyrin, por është tepër vështirë, pasi Recibulli është tepër inteligjent dhe nuk afrohet si tek kamerat kurth, ashtu edhe tek kurthet që nuk afrohet. Mbase dëgjon arrin të nuhas aromat e njeriut ose diçka e tillë, është tepër edhe numri i kufizuar i tyre, mbi gjitha e bën më të vështirë që kapjen e tyre edhe mand të pamjeve filmike. Çfarë specie tjetër ke patur mundësi që të kapësh, apo ke me dëshirë të kapësh në të ardhmen? Shpresoj shumë që të kapim Recibullin, kjo është... Po mirë, ajo pa tjetër që po. Ajo pa tjetër për të patur ti në arkivën tënde. Po, ajo. Besoj. Ti vetë ku e ke blerë këtë pajisje? Në fakt pajisja është ka ardhur nga jashtë. Është blerë në Angli, po. E ke blerë me parat e tua? Po. Është diçka personale, domethënë. Është e shtrenjtë një kamerë e tillë? Po, është e shtrenjtë, kushton rreth 200 pound. 200 pound? Po. Pasi është e pajisur edhe me panel diellor dhe mund ta lësh deri në 3-4 muaj pa lëvizur kam. Në të njëjtin vend, mjafton që të ketë pak rrezë diellore dhe
vetë karikohet dhe shkrep foto gjatë gjithë kohës. Lepur të egër, ke Pa kapur dyshim lepra është një banori që e shohim gati çdo natë. ty me njeriu. Po, është. Jetoj me leprin. Ndërkohë, më thuaj edhe pak jeta në fshat. Si është për të rinj? Se tani ti e ke gjetur pasionin tënd. Edhe ti këtë pasion po e ndan edhe në rrjetet sociale, po e publikojnë edhe personazhe. Po si është tashmë jeta? Jeta në fshat është e bukur, po për fat të keq si banor ka shumë pak. Është e vështirë, ë? Është e vështirë sepse numri i banorëve ka rënë dhe jeta të duket pak më ndryshe, por fshati është i bukur. Po ti vetë e bën vajtjardhje për studimet? Po. Domethënë qëndroj edhe këtu, por në fundjavë jam gjithmonë në Puk, duke parë. Gjithmonë në Puk, po, gjithmonë. Për të monitoruar se çfarë ndodh atje. Për të parë si po shkojnë gjërat atje. Shumë mirë, Daniel, ke ti dëshirë diçka që të bësh në të ardhmen? Ose në profesionin tënd, nëse ke një dëshirë për ta realizuar? Shpresoj që të qëndrojmë në Shqipëri, jo të ndjekim fatin e gjithë bashkëfshatarëve të mi. Për të larguar? Për të larguar. Qëndrojmë në Shqipëri dhe të bëjmë çështje më mira. Ke një profil që do kishe dëshirë të punoje mbasi të mbaroje shkollën? Besoj që për inxhinieri pyjore do filloj si inxhinier pyjesh. Inxhinier pyjesh. Pra në këtë sektor. Në sektorin përkatës. Me pyjet, me kafshë të egra, me këtë pjesë. Po përsa i përket drurit, duke qenë se është një zonë pyjore, abuzohet atje me prerjen e drurëve? Ka Nuk prezent. flas për banorët, flas për ata të cilët mund të bëjnë biznes edhe është një shqetësim. Në mënyrë absolute moratoriumi ka dhënë efektet më të mira të mundshme. Ka dhënë atje efekt. Po shpresoj që ta vazhdoj përsëri moratoriumi përsi tani në fund të vitit domethënë ka mbaruar moratoriumi 10 vjeçar dhe tani po presim se si do reagoj qeveria dhe çfarë do ndodh domethënë. Nëse do të shtyhet apo jo. Presoj shumë që do të shtyhet. Ka patur një bisedë të tillë, po pse jo, unë do të ftoj me shumë kënaqësi në një moment kur mund të bëja edhe një bisedë për moratoriumin. Kënaqësi që të pata Daniel. Faleminderit. Mirë, unë pas bisedës që pata me Danielin, i cili kishte kapur edhe këto pamje të jashtëzakonshme dhe na tregoi pak më shumë edhe nga në pasionin që ai ka, edhe sigurisht në çfarë ndan në këto pamjet të cilat vijnë kështu edhe pak si private, pak si një spionazh mes botës pyjore. Do të shkoj direkt në fakt tek një ngjarje pas pak me Fran Gjokon, i cili është një shqiptar që jeton atje prej vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka bërë bamirësinë e tij, ai asnjëherë në ndrimin e viteve nuk harron qytetarët e Pukës edhe të Fusharzit dhe një prej tyre me Prena Ndoun ka patur mundësinë që ti dhuroj edhe një banesë dhe ti rregulloj banesën. E kemi patur këtë moment, pra momentin e përshëndetjes dhe bisedës me të, unë do ta ftoj edhe në një intervistë, po pas publicitetit.